Pi ujë me hudhër çdo ditë për 1 muaj dhe u befasua me atë që i ndolli. Hudhra është përdorur prej mijëra vitesh në mjekësinë tradicionale për shumë gjëra, nga tretja deri te shëndeti i zemrës. Përfitimet kryesore lidhen me komponentët e saj biologjikisht aktiv, sidomos alicinën, e cila formohet kur hudhra shtypet ose coptëzohet. Kur hudhra përzihet me ujin, shumë prej këtyre përbërësve aktiv kalojnë në lëng, duke krijuar një pije të thjeshtë që njerëzit e përdorin për shëndetin e mirë. E rëndësishme është që mund të përdoret si një shtesë dietike e dobishme dhe të konsumohet brenda normës së lejuar. Sipas ekspertëve, përdorimi i kësaj pije brenda masës së lejuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Do të përkrahë shëndetin e mirë të zemrës. Studimet tregojnë se hudhra për shkak të alicinës mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut, sidomos te njerëzit me hipertension të lehtë deri te të mesëm. Përbërjet me hudhër ndihmojnë në qarkullimin dhe zgjerimin e enëve të gjakut, citon Healthline. Hudhra gjithashtu mund të lidhet me reduktimin e tensionit sistolik dhe diastolik në nivele që konkurrojnë deri tek përmirësimi i shëndetit të zemrës. Hudhra mund të ndikojë në uljen e kolesterolit total dhe LDL, duke ndihmuar në mbrojtjen kundër sëmundjeve kardiovaskulare, citon RSC Publish. Ky efekt është modest, por kur hudhra përdoret rregullisht, mund të përmirësojë profilin lipidik, duke ulur rrezikun afatgjat të zhvillimit të sëmundjeve në zemër, citon RSC Publish. Parandalimi i krijimit të pllakave në arterje mund të mundësohet gjithashtu edhe me përbërjen e konsumit të ujit të hudhrës. Përbërësit e hudhrës ndihmojnë në reduktimin e oksidimit të LDL-s, diçka që ndihmon në parandalimin e krijimit të pllakave në muret e arterjeve, një proces që çon deri te arterioskleroza. Pirja e ujit me hudhër do të përmirësojë sistemin imunitar dhe do ta mbrojë atë kundër komplikacioneve. Hudhra ka veti antibakteriale dhe antivirale, në disa raste edhe kundër infeksioneve të zakonshme si ftohjet sezonale. Studimet sugjerojnë se komponentët e hudhrës aktivizojnë qelizat e sistemit imunitar, duke bërë më efikas në luftën kundër mikroorganizmave. Do të ndihmojë në reduktimin e simptomave të ftohjes dhe të gripit, ndihmon trupin të përgjigjet më mirë ndaj patogjenëve të ndryshëm, citon Healthline. Këto efekte kanë qenë të dukshme sidomos kur hudhra konsumohet rregullisht për disa javë ose muaj, gjithmonë brenda normës së saj të lejuar. Hudhra do të përmirësojë tretjen dhe shëndetin tuaj të zorëve. Hudhra vepron si një prebiotik, që do të thotë se ushqen bakteriet e shëndetshme të zorëve. Një zorë e shëndetshme është thelbësore për tretjen e mirë, imunitetin dhe mirëqenien e përgjithshme. Përveç kësaj, hudhra mund të reduktojë inflamacione në traktin tretës, të ndihmojë në balancimin e mikroorganizmave intestinal dhe të ndihmojë në mbajtjen në kontroll të bakterieve të dëmshme si Helicobacter pylori. Këto efekte mund të ndihmojnë në tretjen më të mirë, më pak fryrje dhe më pak shqetësime gastrointestinale. Antioksidantët dhe antiinflamatorët që gjenden te hudhra mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë në rritjen e përfitimeve të trupit tuaj. Hudhra është e pasur me antioksidant natyral që ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ, neutralizimin e radikaleve të lira, në mbështetjen e qelizave kundër dëmtimeve. Inflamacioni kronik lidhet me shumë sëmundje, nga diabeti deri te sëmundjet neurologjike. Hudhra mund të ndihmojë në rregullimin e përgjegjës inflamatore, duke mbrojtur trupin në mënyrë afatgjatë. Por gjithashtu, hudhra ka potencial në efektet kundër problemeve dhe komplikacioneve të ndryshme. Disa studime preliminare sugjerojnë se hudhra mund të ketë potencial në ndihmën që mund t'i japë kundër disa lloje të problemeve, duke mbështetur shëndetin e mëlçisë dhe detoksifikimin e saj, duke ndihmuar në menaxhimin e niveleve të sheqernave dhe ndjeshmërinë ndaj insulinës, citon Healthline. Megjithatë, është e rëndësishme të përdoret si një zgjidhje e dytë dhe të mos zhvendësojë medikamentet që ka përshkruar mjeku. Por tregoni gjithashtu edhe kujdes nga efektet anësore nga mënyra e gabuar që mund të vijë prej hudhrës.
Ndërsa përfitimet mund të jenë të shumta, hudhra duhet të jetë gjithmonë brenda masës së lejuar. Hudhra mund të shkaktojë ndjeshmëri të stomakut nëse e teproni. Mund të ndërveprojë me medikamentet për ullimin e gjakut. Pra nëse merrni medikamente të ndryshme, sidomos për ullimin e gjakut, duhet të evitoni konsumin e hudhrës. Shija e fortë dhe aroma e hudhrës mund të jetë gjithashtu e papërshtatshme për disa persona. Gjithmonë nëse doni ta përdorni atë për këshilla mjekësore, përpara rutinave të përditshme, flisni me mjekun ose specialistin, në mënyrë që të evitoni kështu edhe problemet që mund të shkaktojë hudhra e tepërt në organizmin tuaj. Konsumi 1 deri në 2 thelpi hudhër të pandërprera çdo ditë mund të jetë një masë e mirë ushqyese në dobi të organizmit, por vetëm nëse përdoret brenda normës. Hudhra është përdorur prej mijëra vitesh si ushqim dhe si një mjet natyral për shëndetin, që nga mjekësia tradicionale deri te studimet moderne. Hudhra njihet si një përbërës aktiv, veçanërisht alicin e cila formohet kur hudhra shtypet ose pritet. Edhe pse hudhra nuk është ilaç, ajo mund të ketë efekte mbështetëse shumë të vlefshme për organizmin, kur konsumohet rregullisht dhe në masë, nga 1 deri në 2 thelpi çdo ditë mund të japë rezultate të mira për mbrojtjen e shëndetit, ku disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas Healthline. Hudhra është e mirë për shëndetin e zemrës. Një nga përfitimet më të njohura të hudhrës lidhet me zemrën dhe enët e gjakut. Hudhra mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut, të përmirësojë qarkullimin dhe të ndihmojë elasticitetin e enëve të gjakut. Kjo ndodh sepse përbërësit e hudhrës ndihmojnë në relaksimin e enëve të gjakut dhe përmirësojnë rrjedhin e gjakut. Konsumi i rregullt i hudhrës lidhet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, sidomos te personat që kanë tension të lartë ose histori familjare të ngjashme. Hudhra është e mirë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Hudhra mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit total, reduktimin e LDL-s dhe mbrojtjen e arterieve nga bllokimi. Ky efekt nuk është i menjëhershëm, por vërehet pas përdorimit disa javor. Hudhra ndihmon në parandalimin e oksidimit të kolesterolit, proces që dëmton muret e enëve të gjakut. Hudhra mund të forcojë sistemin tuaj imunitar. Hudhra ka veti antibakteriale, antivirale, antifungale. Ajo ndihmon trupin në luftën kundër infeksioneve, të përballojë më mirë të ftohtin dhe të shkurtojë kohëzgjatjen e sëmundjeve të lehta. Personat që konsumojnë hudhër rregullisht shpesh raportojnë më pak infeksione sezonale dhe shërim më të shpejtë të organizmit. Hudhra do të përmirësojë tretjen pasi stimulon prodhimin e lëngjeve tretëse, lëvizjen e zorrve dhe balancimin e bakterieve të mira në zorr. Kjo ndihmon gjithashtu edhe kundër shqetësimeve siç janë fryrjet, kapslloku i lehtë, ndjesia e rëndesës pas ushqimit. Në sasi të vogël hudhra vepron si prebiotik natyral. Hudhra mund të jetë një element mbështetës edhe për shëndetin e trurit. Duke përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe duke luftuar stresin oksidativ, hudhra mund të mbështesë kujtesën, të përmirësojë përqendrimin dhe funksionet njohëse. Këto efekte janë veçanërisht të rëndësishme me rritjen e moshës. Hudhra ka efekte të mira antiinflamatore. Inflamacionet kronike lidhen me shumë sëmundje moderne. Hudhra ka efekte antiinflamatore që ulin inflamacionin në trup, ndihmojnë në shëndetin e kyçeve dhe mbështetin muskujt dhe indet. Kjo është e dobishme për personat me dhimbje kronike dhe lodhje të vazhdueshme. Hudhra mund të jetë aleat i shëndetit tuaj në luftën kundër problemeve të sheqerit në trup. Te disa persona hudhra mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës, të ndihmojnë stabilizimin e niveleve të sheqerit. Kjo është veçanërisht e dobishme si mbështetje për personat me diabet të lehtë ose rezistencë ndaj insulinës, por nuk do të zëvendësojë terapinë mjekësore. Hudhra do të mbështesë pastrimin e organizmit. Hudhra ndihmojnë në funksionin e mëlçisë, veshkave, proceseve natyrore të detoksifikimit. Ajo ndihmon trupin gjithashtu të eliminojë më mirë substancat e dëmshme dhe të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër toksinave. Por duhet të dini këto masa përpara se ta konsumoni hudhrën. Edhe pse është e shëndetshme, hudhra mund të irritojë stomakun dhe mund të hollojë gjakun dhe nuk duhet të teprohet. Rekomandohet jo më shumë se 1 deri në 2 thelpi në ditë, jo esëll për stomakun e ndjeshëm dhe në pushime periodike të konsumit. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.